WTF Show mbëri në Zvicër për Alba Festival. Atmosfera fantastike e njerëzve dhe intervista ekskluzive me artistët MNZ të momentit. Një fest familjare, do kemi nga Jo, e kam lënë muzikën. Mendoj që mas Shqiponis dy krenare specin a identifikon neve shqiptarën. A je duke jetuar dashurinë më të madhe të jetës tënde? Të jenë ndër më të paguar, sa e vërtet është kjo? Kur as licencia ku mor të Kur menoj që është si unë, Marina menoj që është si ajo. Maj furti! Sutjena të kanë hedhë në skenë apo jo? Kanë hedhë sutjena, po s'm kanë rrotë aman. What the fuck? What the fuck? Përshëndetje të gjithëve nga Alba Festival. Tu në Ziri në Zvicër. Kemi ardhur për çfarë? Për të bërë ato që bëjmë më mirë. Të bëjmë qef, të bëjmë intervista dhe të kapim atmosferën në këtë eveniment fantastik që është festivali më i madh. Absolutisht, një nga festivalet më të mëdha të muzikës shqiptare me artistë super të njohur dhe me super intervista dhe për të përcjellë atmosferë fantastike. E dini për çfarë jam e lumtur sot që shqiptarët shkëlqejnë jo vetëm në Shqipëri por edhe në përbot. Aq të bukur sa nuk i kemi. Edhe një sjellje shumë qytetare. Dhe sot është vetëm dita e parë e festivalit, kështu që shkojmë ta shijojmë. Pa humbur kohë. Keni ardhur për qytet në i gotë sot apo jeni ka puna? Unë se ju martu. Do me thënë ti sot to. Bafto se të shefar nuse. Po ti nusen ku e ke lënë? Shpyt. Se se morën me vete? Martenacit. Se më ty jam i martuar. Jo, po i kom edhe fine, du të vi këqyr dikush ning. Po mund të vinte dhe fijat. Ja, dhe i këtë me dite ku zvënd. Pra, ti jetën me traditën e shqiptarëve që nusja është për shtëpi për të mbajtur familjen. Jo, edhe nuset e nëse, ja, së masi. Ja, dhe nuse ka drejt më dalë. Po kësë rani ku po zonë ranin. Toni e ko ajo ranin. Sa do pini sot? Sot mujmë. Do deni? Sot kem lep në xhep. Sa lekë zërë me vetë? Nuk e di, në xhep Po me kartë? Ja, lekë, ma shumë e ka. xhep nuk kam shumë, xhep po jam kartë dhe ka që të ka. Okej, super. Për ti një artist keni ardhur këtu sot. Ledri. Po, Ledri. Po Ledri flitet që është te herë me një gocë, herë me një gocë tjetër. Me cilën nga vajzat e showbizit mendoni që shkon më shumë Ledri? Apo me ju? Jo, me Dafine. Me Dafine, po Dafine është... Qa me bë? Po Dafine është të dhanë është në pritje tëmë, po ti thua shkon me Ledrin. Si mund ta bësh këtë gjë? Si mund ta ndash Dafinën? Kati, unë kam një pyetje, si janë shqiptarët këtu në Zvicër? A janë të mirë, janë të dashur? I kanë ruajtur ato traditat e Shqipërisë? Po, na të gërbetit na shumë se ata të sosilvan. Se po e thua këtë? Si, se na diqysh na shumë po na ngrej Kosova në Shqipëri, janë edhe ata diqysh e kanë më ofër na shë për që ato janë të takuenti e që ditën. Tani burin do e zgjidhje shqiptarë po të huaj. Po, da va shqiptarë. Shqiptarë, si largohet plazitave. Është ajo e vetme që nuk mungon në asnjë eveniment, Rike Roci. Përshëndetje. Shumë e bukur një ardh live. Faleminderit. Lëll, që ta ti. Si u mirë. Po je një rotollim të kamera një herë. Dhe Photoshopu dhe live forma ato. Me po qepin kënd. Jo, me vërtet. Si po ja kaloni ju një herë? Ne shumë bukur, po shtetit çdo vit Alba Festival. Po sepse është një festival që nga super energji, aty ku mblidhin gjithë shqiptarët, të Italisë, të Gjermanisë, të Zvicrës. Edhe më pëlqen se jo. Rike, për mos shira pa që vinë Zvicër dhe di qa burari, shunat shqiptar fluja të pyje. S'ka mesur akoma koti shqiptari.
Po që të si i ke parë jetë. Tani, jam simpatik, po. Tani ku qitë nga Shqipëria këta ka nërdur të në latë, si më ndrysha më i motë. Klina. Ej, po a do kemi një projekt të ringa rikja në shtator, në Jo, ti të them që ka punuar fort të picin time dhe del në tetor me kismet. Super, kush është tjetër në film? Ju Eriola më do flet. Eriola to që nuk mungon, mish po më të rasim. Vazhdo, alo ta më Tani, nuse ndojtojë shqiptare, apo duaj? Jo, shqiptare. Se shqiptare. Ikon ma qësari janë do të fikrata ma të mirat. Faleminderit. Tani, si janë gosën tu në Zvicër? Shqiptare. Shqiptare. Janë spira? Tre spira. Për shembull këtu, në festival, mund të gjesh nusën e ardhshme? Prenësi. Ka mundësi do e pranoje, nuk e ke problem. Jo, s'ka problem. Nuk e ke problem që Zvicër soj nusja. Pësaj të të bashkë. Për kë artist ka ardhë, thot? Mirë. Për kë artist ka ardhë, për kë artist? Për Acet. Për Azetin, cila është kënga preferuar? Gang. Këta e këndon fejë më duket mëra. No. A ke pirë më duket, ke pirë. Gang. Edhe tjera parë sot në Alba Festival? Në parë. Shoqja jote më tha që ka ardhë për Yllin, ti për kë ke ardhë? Edhe për Yllin më shumë. Po Ylli ka këngë të thrishta dashuria, a ju ka lënduar në ndonjë? Apo ja? Tani, ka që bukur s'ta një vesha, ka kushtuar shtrenjt veshja? Ta euro. Në shta krejt komplet 100 euro. Po ti? Evo, në 100 euro, ju ma shop. Okej, lirë dhe bukur. Faleminderit që më këtu në intervistën e juve. Perfekt, vera sa po ka ardhur dhe ju keni publikuar një material të ri. Çfarë pritet, çfarë do keni më pas? Jo, nuk e kena se kena publikuar një material, po 3 ka publikuar, që jena të e bo albumin. Edhe faleminderit për zotit gjithë shka po e qmirë. Kështu që kena me publikuar dhe 3 këngë tjera. Edhe jem shumë i lumtur që unë dhe Dogg jena të e bo një album për 10 vjetorin e karrierës teme dhe Dogg që jena bashkë. Si jetë vitën pas, që funksionojnë si grup. Vera! Koha e mirë, koha e bukur. Në i fest familjare, po kemi nga Jo, këtu për këtë pjesë nuk kisha pos është jasë me klub. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju veni shumë. Na snimak e boblok. Jemi në Alba Festival me një tjetër shqiptare. Si po kalon? mirë shumë, mirë, tepër mirë. Outfiti, kur ke gjetur, je vesh shumë. Ta i kom pas këtë shpe dhe vet i kom kombinuke. Ta kanë gustu? Kyqen, këtë bash. 200 euro. Këtë bash. Mirë, jo shtrenjë, po jo dhe lirë. Dashuri yt mas kamerave vura re që po ja thoshte me shenjë kameramanit që filmoje. Zakonisht të dashurit nga Shqipëria, te ne atje në Shqipëri, nuk duan që femrat e tyre të ekspozojnë kamera. Më pëlqen që i dashurit ishte shumë më europian. Së shumë, së ekstrem, po. Jeni martuar herë? Unë 20 i kom pas, burri i ka pas 30. Po që ka shtë jena njoftu në Zvicër me një klab, virinora. Nga ti e prova që dashurit, po. Më falë, kjo nuk di shumë mirë shqip. Jo, mirë deri tani. U njoftum në klab, po thot. Ti atë në hajtë për të njoft në i lot, shka po për qef. Veç për ta ku ndalë me njoftu. A se kishe problem që e njohë gruan tënde në klab? As një tro. Qëva bukuria. Po e një rotulli në kamerë. Dhe i thash që çuna shqiptarë zakonisht nuk e kam problem ti tregojnë të dashurat e tyre në kamera, ndërsa ti dhe vetë. Ska gjëlezi, që faloqka. Super, bravo. Gota, si po kaloni sot? Mirë, shumë. A shera parë në Alba Festival? Para E herë. parë. Si po ju duket deri tani? Shumë mirë. Cili artist ju ka pëlqyer më shumë? Lumi,
Muzike, lero, Very up and down shit, bitch. Nuse, kosovare, shqiptare pra, apo Nuse ne kom kosovare, Shqipërisë. Pas ke marru po. Është era parë këtu në Alba Festival? Po era por, po. Si po kaloni me cilin Mirë, artist të super, kënaqet më super. shumë? Me Acetin vallai, Aceti e ka po shumë mirë. E ka. Edhe Ledri Vula dje e ka po shumë mirë. Super. A ke pirë ndo pak apo je me nusa dhe duhet të rish kështu? Ka pak, veç ka pak. Ves ka pak. Po. A më mi apu tur të na top me stuqina. Ale të zëmën. Mozik, super performance njerë, shumë udhishme. E besoj. Tani, unë jam shumë kurioz, më Organistar ka qenë albumi i fundit nga ty para një viti, ndërsa Flokët ka qenë kënga e fundit para 2 muaj. Se ka pas një shkëputje, gati një vit, e tha pa projekte të reja muzikore nga ana jote. Po besoj ulla 20 klipe, 20 kong, besoj kenë mjaftur shumë. E ta shumë të pregatit diqka, me diqka që suj me të kalëzu tyre. Do një album apo? Ku dijet, nështë më shumë. Po diqka ma interesant, se... unë vyta t'ja 2 rekordet vetë. Mozik, ke kënduar një këngë shumë emocionuese nga fundi performancës tënde Po, për harë, që për harë. vajzët. Si është ajo, si është marrëdhënia juaj? Mirë, po rritet. Është rritur Po rritet, ja. Se je fix të qytetin ku ajo keni vitë. Jo, s'është është Gjermani për momentin. Është Gjermani? Se të kishte qenë këtu e kisha morë me vete. A i thot në një këshill ana babit për këngët, apo është ende e vogël? E vogël, ende e vogël, ende e vogël. E ka kuptuar që i ka të dy prindrit e famshëm apo ende? Besoj po, tash ka fillu, po ende e vogël është. E kemi parë shumë në rrjetet sociale që duket sikur ka të deli me artistin. E ka ndonjë dëshirë nga ana juaj për të bërë? Jo, absolut jo. S'kisha pos qef. Se? Nuk e di, s'është që më pëlqen kjo rrugë për vojzën time. Ndërkohë me që jemi tek dashuria për Hanën. Jo, nga 1 në 10, sa dashuruar je tani? Po jam i Nga dashuruar, 1 në 10. s'ka më shumë. E kalon, no? E ka dënë. Mozik duket që të shkëlqejnë syt. 11. A je duke jetuar dashurinë më të madhe të jetës tënde? Deklarat e fortë. E fort. Do një nga këto këngët që po punon ato e dedikim për të? Ka gjithë shka, si gjithmonë. Me këtë artist shqiptar që nuk e bashkëpunuar deri më tani, do doje që të kishe një bashkëpunim. Ja bëjmë shoftezën publikisht. E kam si plan, kam dëshirë me bo një kongë me Elita 5. Super. E kam si ta qujon ndër. Si do ishte kjo këngë mes një reperi dhe... I kam pos shumë qef kur kam qenë më i vogël. Ndërkohë ata kam bo një karrierë të jashtëzakonshme që jemi rrinë me kongë tyre. Edhe menoj që i tarmën shumë ta për kam e bo një kongë me ta. I përshëndes njësëm shofin. Çfarë projekti ri do vi këto koze? Vera është e gjatë? E kam lonë muzikën. E ke Kalon, shësi gënjen. Jo, po bëj qako. Kam e pos kongë, po kam e qenë një projekt shumë ndryshen. Bashkëpunime? Jo. Jo? Si ndryshe? Ka ndonjë rrymë e re? Jo rrymë e re, po kam e qenë një muzikë ndryshe. Po, me qëra fjallat e rryma, a mendon që hip-hopi së fundmi në Shqipëri sikur ka pasur një rënje dhe shumica po kërkojnë stile të reja, pak tallaba, pak komerciale për të kapë klikime. E ke bërë? Mos tingëlloj shumë absurd, po në sëshje e për cilë shumë muzikën shqiptare. Dhe Gjon, ë? Me tona. Cili është artisti jote preferuar, në qoftë se të qesh shqip? Artisti jam i preferuar për momentin, kanë shumë, Lil Baby, Young Thug, Lil Dark. Mozik, unë jam kurioze si vajzë të pyes për diçka. Si e ndan muziku vete në forë? Se artistat besoj duhet të jenë të buruar. Dashuria, Si dashuruar. gjo tjetër. Asgjë. Kur dashurohesh ndryshon, po. Dashuria është gjithë. Pa pakese, po të shikoj ata. Njeriu i dashuruar s'ka ma. Adelina, jemi në festivalin më të madh të shqiptarëve Alba Festival. Ti sa po performove? Si është të performosh edhe pse ke kaq shumë vite karriera? Ke ende emocione kur të lësh? O sot, po.
Unë kam pas një pauzë gjatë dhe sonte kisha 2 fish emocione, por momentin që dola humbën. Humbën, a? Humbën. E mbani milionit të Adelina është një kokërrylli, është shumë e bukur live, dhe ne po fitim lidhet në ajër si diva. Është shemi shumë e thatë që filmi. Shumë e vërtet që në kamera unë e dukëm shëmtirë, sepse gjithë... Kush e ka thënë këtë? Sepse gjithë më thonë shumë bukur dukesh live, që do të thotë se... Jo, unë e konfirmoj. Unë duke të tia. Po në një projekt të rriti, Adelina, që mund të vi së shpejti, po je pau. 20 vjetori dhe burim, menaxherim, më ka dhënë kusht 4 projekte, jo 1. Super. EP me 5 këngë, film dokumentar për karrierën time, koncert dhe rimasterizimin e këngëve për fëmijë që i kam pas kur kam qenë fëmijë. Sa do të çmend. Ja, më shumë sigur që do t'i pas të gjitha. Po ndoja fus shumë. Le të bëj ai sa ai është menaxher. Jemi këtu me MC Kreshën, njerëz më në fund të trajit për realitet. Na dishte e kisha ëndër unë që të takoja. Se për të parë festivalit kemi parë. Atëherë, më vjen mirë, me që se ke pas ëndër, kena me ta dhënë një dhurat, një album tonin, se na e shtypëm albumin e bojna për Meraklit. Një album dhurat? Yeah. MC Kreshë. Do e detyroj edhe festimin ta nënshkruaj edhe lunin patjetër. A je los sepse vitet e fundit realisht ju kam parë shumë aktiv. Gjatë gjithë kohës në koncerte, në festivale, gjithë rinia të shmëndet për ju. Si a dilni pa u lodhur në asnjë moment? Shiko, lodhja është pjesë e jetës dhe të ke funit, kur lodhësh prej punës, është një barë që ja vlen që rëndë. Po më u lodhë të najtë është keq, kështu që mas pari falenderit të gjuzve, fanbazës, dashamirët muzikës tonë, që kanë nerva. Nerva dëshirë, sepse ju i bëni me pasion gjëra, absolutisht. Pa tjetër. Ju keni shumë vite që bashkëpunoni, ti bashkë me Lyrical Sun, me festimin. A si po shkon gjithë ky bashkëpunim, sepse nga jashtë duket sikur është çdo gjë shumë perfekte, po a ka ndonjë moment që ndoshta dhe ju mërziteni njëri tjetrit ose keni ndonjë debat, ndonjë grindje? I mërzit nga vetës. Kam për njëri tjetrit. Ma e bukur e kësaj është që ne jemi të identifikum si për inatit njëri tjetrit. Okej. So, pint, do me thonë për inatit njëri tjetrit. Nuk është thjesht speso. Shime sa e fellë Për inatit njëri tjetrit. Sepse në shqiptarët inati nga halë mrapa. Shambull inati Bajrakut, si Bajrak. Kjo, inati jo, na jena matë meshme, jo jugu, jo veri, jo një malok, jo shtu. Pastaj, do me thonë, gjithmonë ka pas një fenomen paradoksal që na ka lënë me ngec në përparim, se kur ka qenë koha përqafimit të industrializmit, revolucioneve, na nuk kena inati me zveti, realisht në investime kena një shoqëni shumë të shnosh, e për bashkëpunim, me qenë se shoqënia është të shnosh, bashkëpunimi është i natyrshëm, e sa i bërget specit, do na me të me junë, do na me ju sqaru pse. Mendoj që mas Shqiponis dy krenore speci na identifikon një shqiptarë. Se? Speca me vaj, speca me ve, speca... Djeks. Jo, do më thonë djeks, po, speca turshi, speca dolma. Mendoj që ne kena dikon një 15 disha vish me spec. Ne si pint jemi kompani freelancerësh. Dhe vetëm se cili ka aksionet e veta sa shtin punë edhe sa shtin investim qoftë financiar, qoftë... E mëse dhe përqindje merrni ju tash aty një çik, jo fare? Do me thënë se është për biznes. Është për pasion, për dashuri, për të prodhuar këngë bukura. Unë mi pyet krejt artistat që konë të na. Kur asnjë cent ku mor këtë. Zero. Është shira për pasion. Prandaj e dua njerëzit sepse e ndjejnë dashurinë. Kresh, njerëzit janë kurios të dinë për te skenës, si është jeta e Kreshës. Çfarë bën Kresha, për shembull, ja këtu në backstage përpara se të gjitet në skenë? Keti ndonjë ritual, diçka që e bën për te qurang, fin basa? Numër një,
nuk përjetojmë ankth përveç se kur na bëhet presion konstant para se me dalë në skenë, edhe ne tentojmë që të shmangemi në çdo kontakt, sidomos në 5 minutat e asaj qetësisë para stuhisë. Po e kemi ritualin në festimi Lyrical Sun, e bojna një ritual që është përqafohemi edhe thojmë dua, do të thonë kënojmë dua edhe bëjmë lutjet edhe pastaj e marrëm drejtimin për në stage edhe e konsiderojmë si një ditë të zakonshme në zyrë me emocione të veçanta. Duket sikur keni një bashkëpunim shumë të ngushtë dhe jeni miq shumë të mirë, po në një debat të vogël, pse unë për shembull me këtë që bashkëpunojmë zihemi 10 herë në ditë. Ma 12. 30. Ka bashkëpunime pa debate. Ja. Për çfarë mund zihesh për shembull? Pse ke vesh këtë? Hiqe këtë vishi gjatë Unë të tjetër? stivit ashtu e bëj, po. A ja bën? Po. Po ç'ës pëlqen ty kur vishet festimi? Së më pëlqem qa e këmi shakuqe që kish vesh. Se më shumë bukur ishte. O, unë tash Pëlqen ty, dakor? nuk do me thonë që unë kam të drejtë. Po që se prizmin tim të se si e shoh, kam të drejtë t'ja shpreh opinionin tem edhe anasjellës. E ka hequr ndonjëherë ai bluzën ose pantallonat që ke thënë ti s'bëjnë këta? Jo. Jo? Nashta se di, nuk e majnë mend, aty po se besoj. Kam një shqetësim shumë të madh, të cilin dua t'ja adresoj dhe kolegëve të tu. Këndimi me playback. Ishit, do me thënë, ndër të vetmi të themi që këndoni live me zërin tuaj. Ka thënë që kanë harruar citin. Po e kemi shakoj, Që është kjo puna e playbackut në çdo koncert, festival, klub? Okej. Së pari për hir të korrektësisë dhe respektit ndaj kolegëve, nuk kënojnë playback, po kënojnë voice over. Është si për këndës. Është një tjetër teknik. Edhe ajo për neve, për mua festimin është pak e rrezikshme për shkak se ne kënojmë me shumë emocion. Edhe kur kënojmë me shumë emocion, shumë lehtë mundesh me hub zonin, se ti je të konkuru me një aparatur kundër një aparature shumë më të sofistikuar që është masteri i këngës tonë. So fizikisht i bën dëm vetit edhe zonit, telave të zonit. Për tjerat, juroj sukses, i përgëzoj secili ka rrugën e vet, dhe nuk mendoj që jam personi adekuat me i kritiku, me i këshillu, nëse të paktën nëse kish dorë ti bësh këshill, na kish pyet. Vedo Gjizi, jemi në festivalin më të madh Alba Festival, ku mblidhen shqiptar pothuajse nga gjithë Europa. Ti sapo e bëre performancën tënde, si shkoja? Kishe emocione para se dilje në skenë? Qa po pretendoj që do të them që kisha emocione? Po Adelina tha që kam tha. Një artist, mendoj që gjithmonë i ka emocionet e veta. Domethënë është një pyetje pa diskutueshme. Mane, nëse i merr emocione ato jetët e frikës, nuk besoj që një profesionist i ka ato, po festivali është një festival që bëhet që shumë vjet, tashmë është bëhu pak si tradit, jo varpune, po çka veçohet për festivalive tjera është që në këtë festival është gjithçka shumë e saktë, që vite radhë që bëhet, ndjenja është shumë e mirë, organizimi është shumë i mirë, edhe njerëzit janë shumë të edukuar dhe shumë të mirë. A janë veç për sficës, a me vendë tjera se di... Kanë nga i gjithë Europë. Ama jo, po më përshtypje shumë kjo mosha e re, dhe më thonë, rinia e sotit që kanë evolu shumë edhe janë shumë më ndryshe prej që unë i këmë rritë so që në Pra, shumë të thoja, po. Këmë astis për mirë gjithmonë po flasë, kanë shku gjithmonë për mirë e më mirë. Si ndihesh që pas ka shumë vitesh në drejt njerëzit edhe të rinj i din përmendësh këngët e tua, i din, i duan, i këndojnë. Unë kom bashkëtu me bëllë këngë edhe të reja. Jo, e nga fjallë që i din përmendësh të gjitha këngët e tua. Po i din sepse kur je akoma aktiv edhe je punosh akoma me punu edhe punon, sigurisht që këngët e reja në gjohën edhe i nëgjojnë. Ata që ju pëlqejnë këngët e reja gjithmonë, ja nisin me ullum të më shumë për ty, edhe nëse jema i vjetë, nëse njësi vitin. Edhe i pojnë që këta. Në qëra fjallat e këngët e reja. Apo në nisam. Një nga bashkëpunimet e tua të fundit ka qenë ai me Melindën, një reper e here në karrierë në Shqipëri, në tregun shqiptar. Si ka qenë ky bashkëpunimi? I shkruajti ti, të shkruajti ajo, si lindi?
Thëm drejtin, ne kur fillojmë me punun me një album, flas unë personalisht se kam një metodë time të punës, ne jena një ekip që merrem me disa gjona në këtë projekt, po them, për një album. Edhe kur t'i bëjmë këngë ose kur lind një këngë në diçka nëse na merr mendja që po themi kishe me këndu ti, ne themi okay, çto ka me këndu ky janë 3-4 veta që mund me bë mas mirë ti këtu në raport me atë çfarë ne po mendojmë. Edhe zakonisht shisim listën, e shyrëm me këmbë bëjmë çfarë po bëjmë dhe organizohemi. Geti, a ke pasur në albumin e ri? A ka pasur një person të cilin e ke dashur ta kesh në album për një projekt ose ka refuzuar ose nuk ka mundur dot të jetë pjesë? Ose nuk të pëmdojë pak pyetje pa lidhje të jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur kur në jetë ajo parkurë sepse nuk funksionon ashtu. Okej, po ndoshta mund të kesh mënyra e funksionimit profesional kjo. Do të s'ka këtu, po të themu na e bëjmë një konkurrim në dy bazë, ke bërë një kohë këtu dhe e bëjmë. Po ndoshta sepse njerëzit edhe janë të zënë ose ndoshta marrin një pauzë. S'po me ullëm të diçka, nuk jenë që ka ndodhur, po s'di që ka pas diçka, ose s'di që kam pas shef me pas dikon dhe nuk është album. Ata që kam pas shefur janë aty, që i vlerësoj gjithë për atyre që kam bashkëpunu, si të ri, si të vjetër, jo mundu me pas edhe ma të ri për shkak disa kongëve që jo kon shumë për mosha po thëm, për ma të ri ose whatever. Të që i na mundu gjithë armi bëm nga pak, si pas pëllionës tonë që të kërë. Target është duke u rritur tani, e kemi... Edhe ne fillu me rrit pak të intervistën, duke që e bëm shumë. Vetëm kujtin qanë, vajzan, edhe nga karakteri. Margjet është jeta em, unë e kam një dashni që sigurisht për gjithkush për fëmijën e vet, po është e pa përshkrueshme. Unë menoj që është si unë, Marina menoj që është si ajo. Ja. Një konflikt që nuk të shuhet kur këves për Ja, s'është konflikt ja. Kujt i enjoy miri det. Lidre ti shkoj performanca. Mas fari faleminderit juve që keni zhvilluar kohë marrë sot të sa për sjell neve. Performanca është një prej cilave s'kam marru kur njet. Më kanë kthyr skens, për disha me thotë tjetër. Ti është nga klabi në festivale, ku përjeton më shumë emocione ti si artist? Klubi e ka lezetin e vet, festivali e ka lezetin e vet. Janë disa këngë që knohen ma me qef në klub, janë disa këngë tjera që knohen ma me qef në festival. Normal, festivali është, për që ato ka ma rallës, është ma bukur, ma madhe, ma vështirë më organizu, ma vështirë më realizu, bëtë kur realizohet që është Alba Festi sot, pështini edhe vetë sa bukën. Lidri, po shikoja pak formët, vajzat çmenden për të cili është selfie joti suksesit, që çmenden gjitha fanset për Lidri. Unë e kam me rasi ajo vogle, mu shpend mas me. Unë e bëj muzikë edhe për goca edhe për quna, so më vishoj. Lidri, ti sa po ke publikuar një super projekt me Rajstrefin. Është bashkëpunimi juaj i dytë. I dytë, yes. Erën do me thonë e kam, qërë, dytë jena ka forë, mas pare, kja ka zë një histori me erën. So herë, kër shkojna në koncert, ose dalim një darkë, ose shkojna në studio, nëse unë e vesh nga bardh, ajo këmu vesh bardh. Nëse unë e vesh nga zë, ajo këmu e Dhe kena... nuk e bëni me fjallë? Jo, se bujna me fjallë, so me erën jena e kam një kimi si shok, diçka është e papërshkrueshme edhe shumë kom shef me punu me erën në studio. Kena bo 10 këngë deri sa kena arrit të shkëvdojnë. So, I love era edhe i dëshiroj shumë sukses. Me që jemi të këngët e bashkëpunimet, përveç erës ti ke bashkëpunuar dhe me disa artiste o femra si Kida, si Dafina, Elvana. Me kë ka qenë bashkëpunimi më i lehtë, që ka rrjedhur më shumë natyrshëm dhe nuk jeni mundur shumë në studio? Erën e kom mas shumë të shoqe, mas vështirë e kom pas me punu me të. Oj, furti! Me qëto punoj mas leti. Mas leti me këto punoj. Po era pse të mundon? Është kërkues? Jo, s'është kërkuese, po jena qatë shok, so që edhe ka forë, overthinking, 300 pyetje, i bojna para se një skjetë. Të kuptoj se dhe unë ka forë. So, kur e gjithit lidem? Në 15 korrik. 15 korrek, nuk e një, që kjo DJ jam, kjo ka me 14. Vi që keni ka fore gjitha. Po të jemi për jashtuar. Lidri, po flitet shumë që ti paguesh shumë mirë në koncerte, jenë ndër më të paguarit. Sa e vërtet është kjo? Go, atë ka zëtë drejt, një atmosferë së sonte, cilat pare ta paguin.
E the vetë, më le pa fjalë. Momentin që e bëm për lek, s'ki me arrit sukses. Aj sër, unë e bëj pilosh ku zemrës, unë e des me muzikë, des për tashnin e publikës që për mu mas më rëndësi. Por e kena pas dhe ma herë dhe kena me pas. Pak më para përmendëm poemin. A e ka arritur ajo ta kuptoj që babi është i famshëm? Qëre, Çoj këngës. çdo vojzë dashnin e bore ka babin. Pa orë parasysh ajo me famshëm, ajo vojzat e ka një lidhje të veçantë me babën, so Çfarë marrëdhënie keni ju të dy? A çmondesh ti pas asaj, çmondet ajo pas teje? jo më në mëmtua vesh për jo. I got your fake. Lidri. Mos e bëni emocional se janë isin lëtë. Se nuk na lloj. Është goca A di shka ka thonë, pa. Okej, babi, ik të koncerti, po mbaj vetëm një koncert, dhe kur të kthehesh, me pare të koncertit do më blesh kendi. Si gjithë të Besoja bën. Lidri, ti ke shumë koncerte dhe gjatë gjithë vera jote është e te mbushur. A ka një moment të sikletë, ose të ka ndodhur një moment në skenë të cilin vërtet je ndier në siklet, ose nuk e ditur si ta menaxhosh? Po moj me majt men një siklet ose në... Djena të kanë edhe skill apo jo? Kanë hedhë sudjena, po s'm kanë rota man. Po s'me majt men një diçka sikles, më se... S'po di, jam... Se di, s'po m'bjen men qëtar se e kësha tregu, po s'po m'bjen men. Ke shumë vite karrierë dhe eksperienca të ndryshme jetësore. A e kthen ndonjëherë kokën pas dhe bësh pishman për gjërat që ke bërë apo Ledri shef vetëm drejt? No, edhe me këthy kohën mas kisha ndru kur gjë. A më mirë falenderu shumë. Shumë faleminderit ti. Edhe shumë sukses e këtë verë. Jeni shumë të mirë se e rapon që i bërin, po kokët shumë nice. Shumë faleminderit. 2 hours later. As dua të flas me njëri dhe as dua të më flasë askush. Okej, misi faleminderit. Okej. Ja pra, ky ishte përgatitur. Këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të gatshëm të programeve tona në vazhdim. Studio, se këtë herë ishim gjithë në terren. Ose në ndonjë shtet të botës thjesht për Ne ta për bërë. çdo gjë themi. What the fuck them. What the fuck, do të thoshte kolegja. Ándale.